Unë do dohet, nuk e deja kemi gati lidhje Valdetën, sot do ta kemi një lidhje të drejt për drejt apo e pas kemi Valdetën, e pas kemi në lidhje dhe i themi mirëmëngjesi Valdeta, mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi për të gjithë shikuesit e televizionit Alsat, mirëmëngjesi Dritroje, Valbona, shpresoj se tani jeni pak më mirë, ju ka kaluar viroza. Po mbahemi, Vale. Valdeta më thuaj, për të gjithë shikuesit, mbaj fat në shkollën e mesme Zeflush Marku, jam mirë po mbaj fat për të gjithë ata të cilët i drejtojnë makinat, të kenë kujdes shumë të madh, pasi që unë te Çarkorja aty në Fush Topan bëra një drifting, u sjella kështu po shpotova. Po ti je fantastike. Je fantastike, Me Vala. adrenalin që nga mëngjesi, Vale. Me drifting. Duhet të kenë kujdes shumë të madh, të gjithë drejtuesit e makinave, po ashtu dhe këmbësorët, pasi që është akull çdo kund. Po, sepse kompetentët thonë në janar na ka kapur bora të papërgatitur. Të papërgatitur, por ne jemi të përgatitur, jemi këtu të përgatitur në shkollën e mesme Zeflush Marku dhe kemi nder që të kemi sot bashkë biseduesin, këshilltarin në këshilltar karriere, zotrin Naser Miftarin. Përshëndetje, zotrin Naser. Përshëndetje, mirë se keni ardhur dhe mirëmëngjesi për gjithë ata që na ndjekin në këtë moment, kurse në veçanti një përshëndetje të ngrohtë në emër të Zeflush Markut, gjimnazi mirënjohur edhe për stafin e Alsatit, që keni ndarë kohë dhe në vazhdimsi ju kemi mbështetje në jetë. Faleminderit shumë, zotin Naser. Çdo herë do jeni. Valbona, unë do doja të më shpjegosh këtë në zotin Naseri këshilltar për karrierë. Ma shpjegosh çfarë është kjo? Atë, po, është shumë interesante, kështu që biroja për arsim tani me ligjin e ri, do me thënë në mënyrë profesionale, në çdo shkollë të mesme zgjedhën nga një këshilltar karriere. Për tani nuk është më profesor i kësaj shkolle, nuk ligjeron, por është vetëm se këshilltar. Mirë po më detalisht do na shpjegon zotri Naseri. Atëherë po e filloj me këtë temë, pra këshilltar karriere është një moment i ri gjatë këtij viti shkollor 2025-26, ku me normativ të rregulluar nga Ministria e Arsimit dhe Shkencës në Republikën e Maqedonisë janë emëruar persona të cilët kanë një detyrë pak më të veçantë lidhur me procesin edukativ arsimor, ajo është këshilltar karriere. Cila është detyra, cili është statusi i këshilltarit të karrierës, edhe pse jemi vit të parë, edhe pse do ta them në thojza, posa kemi lindur në këto institucione, mundohemi të bëjmë një punë e cila punë në vazhdimsi na ka ndjekur edhe si mosimdhënës, por edhe si prindër, na intereson ajo se si mund të ndajmë më të mirën dhe të bëjmë të njëjtën për ata që janë më meritorët në vendin e caktuar. Merit sistem. Ashtu, ta themi një merit sistem, jashtëzakonisht një fjalë e bukur. Pra detyra jonë është që ne të mundohemi të ligjerojmë në tema të caktuara, duke prekur edhe mësimin informal, rreth gjithë asaj që është inovacion në një shoqëri, sikur tani që jemi me teknologjinë informatike, e cila në vazhdimsi po e ndryshon gjërat dhe me një shpejtësi shumë të madhe, ne mundohemi që nxënësve të jemi krah, një ndihmë me të cilën ata që hezitojnë se cila do të jetë ardhmja ime apo prej kur duhet përzgjedhur orientimin tim profesional, duhet bëjmë përmes ligjëratave të ndryshme brenda shkolle, po edhe me kolegët të cilët në vazhdimsi bashkëpunojnë. Përmendet edukimin informal, ajo është një edukim learning by doing, do me thënë... Mësoj për të bërë, apo unë ashtu do ta përkthej, pra neve jemi gjithë një edim atë se Ministria e Arsimit e përgatit mësimin formal me gjitha plan programet, me gjitha drejtoritë që ka në disponim, kurse mësimi informal vjen si shtojc, si mësim krah atij formal për të bërë më e kuptuar, më e qartë, më e lehtë gjithë ajo që
unë do të them përsëri ndryshim që ndodhë si rezultati gjithë asaj që është inovacion. Edhe është një formë shumë e mirë e arsimimit, se është më shumë është pragmatik se sa teorik. Nëse mësimin formal e ngërthejmë plotësisht me mësimin jo formal, atëherë do të fitojmë vërtet rezultatin më të shkëlqyer të asaj që ne quajmë informal, sepse ajo nënkupton brendin, pra përputhshmërinë të dy segmenteve të mësuar. Valdeta, unë do doja ta përgëzoj edhe t'ja uroj për çmimin edhe për detyrën e re zotit Naser, por temën e ditës së sotme, nuk e dija dëgjohemi me zotin Naser? Po, Tema e ditës së sotme është fjalët e huaja, pasuri apo rrezik për gjuhën shqipe. Unë e di edhe përgjigjen e zotit Naser, sepse është pedagog shumë i njohur atje edhe metodologjinë e punës e ka fantastike. Ne kemi patur edhe një kronik që na e dërgove Valdeta, ishte shumë interesante. jashtëzakonisht interesante, unë do doja që ta kemi edhe në studio ndonjë ditë, por do doja ta pyesja, fjalët e huaja, sa i pengon arsimit sot në zhvillimin e ditëve sotit? Sa problematika hasni me të rinjtë në terminologjinë, profesor? Spari ju falenderoj përzemërsisht për uratën që bëhet në këshilltar karriere. Këtë do ta them, do ta përfshim në gjithë Republikën e Maqedonisë, për gjithë ata kolegë që kryejnë këtë detyrë dhe uroj që vërtet të jemi ata që duhet bërë më të mirën, kurse në pyetjen tuaj që është jashtëzakonisht e rëndësishme dhe është vërtet sublime, sidomos për gjithë ne që jemi pjesë e procesit edukativ arsimor, sepse gjithë e dim ku qëndron rëndësia apo pesha e shkollës. Sa është e këndshme ta them apo e pranuar, unë do të them personalisht, nuk është asnjëherë e pranuar e huaja, sepse ajo është e huaj. Sigurisht. Edhe jona asnjëherë nuk do të bëhet, por a është pasuri? Po, nuk hezitoj ta them atë se është pasuri, por do t'ishte mirë edhe sikur të përdoret të kemi një vedije të plot kur e përdorim atë për të mos devijuar për mbajtjen e asaj që duam të themi, apo thjesht nëse unë dua të përdori një fjalë të huaj, nuk guxoj të vë në hije gjuhën time amëtare, cila është ndër më të vjetrat, edhe jashtëzakonisht janë kryer studime në këtë drejtim. Pra, nuk guxojmë thjesht, edhe sidomos ne mësim dhënësit, por unë do të filloj edhe nga prindërit deri tek mediat, të cilat luajnë rolin kryesor. Në këtë drejtim kam pasur rastin të takoj profesorë të cilët janë marrë me hulumtimet më të reja lidhur me teknologjinë informatike, e cila ajo po mundohet në një mënyrë ka bërë të vetën, ku të gjitha gjuhët, posa saj që është bazike në këto rjete, gjuha angleze, apo ndoshta edhe gjuha frenge, edhe gjuha gjermane, të tjerat janë të rrezikuar. Sidomos në vendet të cilat kanë ngjecje në këtë zhvillim, pra të mbar teknologjisë informative. Ne jemi një popull i cili nuk jemi ata që kemi mundësinë të bëjmë programet tona apo të prodhojmë pajisje të tilla në të cilat do të ishte gjuha jonë aq e fuqishme për ta mbrojtur vetveten. Andaj na mbetet neve si detyrë primare dhe jashtëzakonisht e rëndësishme që të jemi të kujdesshëm. Po, që të paktën, nëse nuk dim të krijojmë, të paktën ta ruajmë me fanatizëm atë që e kemi. Ta mbrojmë atë që e kemi. Sigurisht. Shumë nga fëmijët tash flasin 2-3 gjuhë, personalisht unë flas 5 gjuhë dhe ndonjëherë me të vërtetë më vjen fjalët në gjuhë tjera të parat në mend, mirë po mbi të gjitha është më e rëndësishme ta dim fjalën në gjuhën shqipe, edhe nëse përdorim ndonjë fjalë të huaj, të paktën ta dim atë në gjuhën shqipe. Ndoshta vjen për momentin për ta përdorur, mirë po është rëndësishme ta ruajmë atë që ne e kemi. Zotin Naser, cilat janë planet në vazhdim për vizitorin e dytë që ka filluar tashmë dhe shkolla e mesme e Zefrysh Markut?
Do të ketë diçka interesante që nxënësit do të... Një pyetje që më emociononi dhe vërtet dua të jem pak i përmbajtur. Kemi mjaft gjërat që planifikojmë dhe shpresojmë që të gjitha të jenë ndër më të mira që ne mundohemi t'i bëjmë. Ne përfunduam vizitorin e parë me shumë aktivitete, të cilat aktivitete vërtet ishin të mrekullueshme. Po dhe ju kemi ndjekur. Ashtu, edhe ajo që ju keni bërë në media vërtet i ka dhënë një frymë shumë më të madhe se sa ajo që kemi pritur, por e rëndësishme është të kolegët dhe nxënësit janë si qelë në çdo, ta them, sekond të gjitha asaj që po zhvillohet në përgjithësi. Në rend të parë kemi, do të vëmë në plan program nga aktivitetet jashtë mësimore flasë. Mësimi formal, ja, tani gjithë nxënësit i kemi brenda kabineteve dhe ata veç punojnë atë, por gjithë atë mësim që zhvillohen brenda 4 mureve, brenda kabineteve, ta bëjmë edhe jashtë saj. Atë kemi bërë më së miri me programet duke i kushtuar një date historike në mënyrë simbolike manifestimit të saj, për zmadhuar apo për të rikujtuar peshën atyre festave, si që ishin 22 nëntori, 28 nëntori, pastaj ashtë. Edhe shumë të tjera. Nuk mungojnë në asë një moment gjithë ato që i përmendëm edhe më herët mësimi jo formal. Nxënësit tonë në vazhdimsi ndjekin projekte nga më të ndryshmet, si në vend, ashtu edhe jashtë vendit me Erasmus. Tani kemi filluar vizitorin e dytë dhe uroj që të shkojmë mbar gjithë ajo që neve planifikojmë. Tani në vijimësi të aktiviteteve kemi turnirin memorial kushtuar të ndjerit drejtorit Farukut, ku është bërë tradicional edhe javën e ardhshme presim që të mbarojmë me finalen ku janë përzgjedhur shumica e ekipeve fituese. Pastaj mendojmë që do t'jemi po ashtu të suksesshëm edhe në atë që po planifikojmë kuizin e diturisë, që ndoshta do t'jetë një inovacion në shkollën tonë, edhe pse ajo nuk është diçka inovative, atë e bëjnë gjitha shkollat, por qëllimin e kemi që të nxisim një garë brenda vetës, edhe me atë nxitje të bëjmë edhe një energji plus drejt asaj që synojmë të jemi më të suksesshmit në proces. A do të vazhdoni me ato maketat e juaja? Padyshim. Është një projekt i mrekullueshëm, ne e kishim kronik dhe të patjetërsuar e keni. Sepse ajo është unë do të kisha thënë më tepër një dëshirë vetë nxënësve në të cilët shfaqin krijimtarinë e tyre. Do të thotë, ata bëjnë mësimin përmes një pune që ne gjithë e dimë se çfarë roli luan kreativiteti në procesin e mësimdhënies, po që se nuk kemi kreativitet atëherë, gjithçka ndoshta do të na dështoj. Kjo është një ndër metodologjitë më të mira të punës që keni krijuar me nxënësit. Është. Mendoj se vërtet e kanë kapur si të tillë nxënësit. Pastaj nuk do ta përjashtojmë edhe metodën me të cilën e kemi ashtu quajtur mësimi jashtë mureve të klasës me vizitat që i bëjmë në institucione nga më të ndryshme. Sepse ajo që na ka munguar dikur, nisem nga vetvetja, që dikur nuk kishim mundësinë që të vizitojmë themi institucionet e larta shtetërore, siç është kuvendi apo qeveri, institucione të tjera. Tani pse të mos e bëjmë kur ajo veç është e mundur, dhe kemi pothuajse një dekadë në të cilën e zhvillojmë me sukses një bashkëpunim të mirëfillt me kuvendin, me institutin parlamentar brenda kuvendit, po edhe me institucionet tjera. E qartë. Unë ju falenderoj shumë, zoti Naser, ju dëshiroj t'ju jetë të gjatë, shëndet plot dhe u shtofshin çmimet. Faleminderit shumë që ndatë kohën tuaj të çmuar të jeni bashkë me ne sot në drejt për drejt, në lidhje të drejt për drejt. Ju falemderit nga zemra në emër tim personal, por edhe në emër të stafit dhe drejtorisë së kësaj shkolle të mirë njohur, do ta them, dhe
gjithë fjalët e juaja të mira u shndrofshin, u jetësofshin tek të gjithë ne dhe na dash Zoti që të jemi vetëm në sukses. Tashmë kemi edhe një Zotrin ftesë Aser. publike që të na vini në studio. Do ta pas kemi pak, edhe a? në studio, do të flasim për metodologjinë e punës, se si mësohet historia duke qenë krijues i saj, Po. të paktën në miniatur. Edhe pse s'kemi jetuar dikur, por është një metodologji që më ka pëlqyer shumë. Shumë, tepër. Dritro edhe njeri falenderojmë shumë zotri Naser Miftarit, i cili ndau kohë dhe na tregoi një risi të re, domethënë se çfarë po ndodh në procesin edukativ arsimor nga Biroja për Zhvillim e Arsimit, që kjo është për si uratë, është për të përshëndetur. Merit System, ne të gjithë e dim dhe vuajmë nga kjo. Roft Merit System për të gjithë ne, gjeneratat. Sigurisht. A Dritro çfarë thua? Meritokracia, sistem, meritokracia. Për herë të parë ndëgjova diçka të mirë, kur më tha se jam këshilltar thash, kjo gjë e mirë. Edhe një tjetër apel, të gjithë drejtuesit e makinave, këmbësorët, të kenë kujdes. Të kenë kujdes se vërtet është ngritje madhe dhe rrëshqetë rruga ndekëndej. Faleminderit Që sa më shumë të përmendni. Faleminderit shumë Valdeta, faleminderit shumë zotrin Aser. Shëndetim fort dhe Shëndet shihemi, edhe shëndet. shpresoj që ju kemi edhe një herë në studio. Faleminderit shumë. Mirupafshim. Patjetër, faleminderit. Faleminderit.